Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dea Michelle befason me mendimin e saj për çiftin Gjesti Egli. Dea Michelle ka qenë e ftuar sot në një emision ku ka ndarë mendimin e saj lidhur me marrëdhënien mes Eglit dhe Gjestit, duke komentuar një klip ku ata shfaqen duke u përpjekur të sqarojnë lidhjen mes tyre. Ish banorja shprehu se duke i parë, duket se ata janë shumë të këndshëm së bashku dhe kjo mund të krijojë mendimin se marrëdhënia mund të funksionojë. Megjithatë, ajo theksoi se që nga fillimi ata kanë pasur pritshmëri të ndryshme dhe kanë komunikuar në mënyra të ndryshme, çka ka çuar në një situatë ndërlikuar. Por që nga fillimi ata të dy kanë kërkuar gjëra të ndryshme nga njëri tjetri, kanë folur një gjuhë shpirtërore të ndryshme dhe nuk janë kuptuar dhe kanë përfunduar në një situatë toksike. Dea shtoi gjithashtu se Egli ka pranuar që ajo pret surpriza nga Gjesti, duke nënkuptuar kuptuar se ajo vetë është e vetëdijshme që marrëdhënia mund të mos funksionojë dhe do të ishte një befasi nëse do të kishte sukses. Egli vetë thotë që unë pres nga ty të befasohem. Pra ajo vetë di dhe e pranon brenda vetes që kjo gjë ka shumë gjasa që të mos funksionojë dhe do të ishte befasi nëse do të funksiononte. Në lidhje me një moment të veçantë kur Egli kërkon Gjesti të bëjë betimin në kokën e motrës, Dea shpjegoi se Egli ka frikë se Gjesti mund të luajë me ndjenjat e saj, duke pasur parasysh se banori ka qenë shpesh më i ndarë emocionalisht, siç ka pohuar edhe vetë ai.